Tek e shikojmë nga thellësia e hapësirës, toka jon duket një planet i kaltër në të çelët. Shkaku për këtë ngjyrë të jashtëzakonshme të tokës është uji, i cili mbulon 70% të saj. Me ngjyrën e saj, toka i ngjan një oazë në mes të hapësirës së pafundme dhe të shkretë. Jeta në tokë nuk lidhet vetëm në atë që ne shohim mbi dhe. Ekziston edhe një jetë e pasur në ujore, larg shikimit tonë. Edhe oqeanet, secili me ndërtimin e vet të pashëmbullt, janë një vend banim për një shumëllojshmëri të madhe të krijesave të ujit. Madje në atë mas, sa në të vërtet, miliona lloje të reja në dete na bëhen të njohura pak nga pak, pas çdo zhytje të re. Në këtë film, do të njiheni nga afër me krijesat e mrekullueshme ujore në dete dhe oqeane, edhe së bashku do të dëshmojmë artin krijues të pakrahasueshëm të Allahut me shembuj që mbase nuk i keni parë kurrë më parë. Misteret e thellësive. Këto copëza të bardha që po i merr rryma janë në fakt gjallësa të vogla. Planktonët përfaqësojnë numrin më të madh të qenieve të gjalla në det. Ato janë jo vertebror, edhe shfaqen në një numër të madh llojesh, të gjitha shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Këto krijesa me forma të çuditshme përfaqësojnë edhe bazën themelore të ushqimit për jetën ujore. Ato janë një burim i pasur proteinash për shumë krijesa të detit, që nga balenat 100 tonshe deri te kandili i detit. Oqeanet janë të mbushura me këto krijesa që në pamje të parë ngjajnë si të padukshme. Jo vertebrorët me lëkurë me gjëmba, më së shumti ndodhen në fund të oqeanit. Iriqi i detit, ylli i detit, kastraveci i detit, edhe të gjithë me radhë. Këto qenie të gjalla kërkojnë ushqim duke gërvishtur fundin e detit. Iriqi i detit është një jo vertebror që duket shumë interesant. Ai nuk ka guask të fortë që ta mbulojë trupin e tij të butë nga grabitqarët, megjithse në të vërtetë ai ka një armë parandaluese, gjëmbat e tij. Gjëmbat e iriqit të detit janë të lëvizshme, madje edhe helmuese në disa lloje, edhe mund të arrijnë deri në 30 cm gjatësi. Këto këmbë gypore që zgjaten nga trupi i tij janë gjymtyrë të pachmueshme të iriqit të detit.
Këto këmbë janë dhe elastike dhe në të njëjtën kohë kanë dhe aftësi thithëse. Duke i shfrytzuar këto, krijesa mund të ngjitet lehtë shkëmbive edhe të endet në fund të detit. Gypat janë një lloj si sytë e iriqit. Ato ndjejnë nxehtësinë, dritën edhe dridhjet në ujë në një mënyrë tepër të ndjeshme. Planktonët që merren nga rryma e ujit thithen nga këmbët e iriqit të detit, të cilat shërbejnë edhe si velza. Oksigjeni dhe dioksidi i karbonit shkëmbehen pikërisht këtu. Goja e iriqit të detit është nën trupin e tij. Ai gërmon me dhëmbët e tij edhe ha algat nga shkëmbit mbi të cilët endet. Koha më e mrekullueshme është koha e riprodhimit të iriqit të detit. Ata vinë për krah njëri tjetrit, edhe ndërkohë që femra lëshon vestë e saj në rrymën e ujit, mashkulli depoziton spermën. Gjenden me miliona qeliza të tilla. Rreth e vezëve përzihen me rreth e spermës. Kur mendon gjithë ato vështirësi dhe rreziqe që atyre u duhet të përballojnë, del në pa qartë pse prodhohen kaq shumë qeliza për këtë qëllim. Gjenet nga femra bashkohen me ato të mashkullit. Numri i gjeneve në këto qeliza qëllimisht është përgjysmuar. Kjo lejon që të formohet një qelizë e shëndetshme e iriqit të detit, edhe kjo ndodh kur gjenet e mashkullit edhe të femrës bashkohen. Pasi bashkohen, ato menjëherë fillojnë të ndahen edhe të shumëzohen, edhe të fitojnë karakteristikat e tyre të ndryshme. Këto qeliza që ndahen arrin formën e një larve. Zgjatimet gjëmbore të iriqit të detit, këmbët gypore, sistemi tretës edhe enë të ndryshme vazhdojnë të zhvillohen gjatë fazës së larvës. Ky është një pektinid në fazën e larvës. Edhe kjo është një larvë e yllit të detit. Këto do të piqen edhe do të mbarten në vende të tjera nga rrymat e ujit edhe do të vazhdojnë jetën në ujë. Kush është ai që përcakton numrin e vezëve edhe të qelizave të spermës? Kush e zgjedh kohën edhe kush vendos që numri i gjeneve të vezës edhe të qelizës mashkull të jetë sa gjysma e numrit në qelizën tjetër? Asnjë krijues që jeton në fundin e detit nuk mund ta sjellë një informacion të tillë vet. Nuk ka pikë dyshimi se është Allahu i plotfuqishëm, zotruesi i fuqisë dhe i diturisë së pakufishme, që i jep formë iriqit detit edhe përcakton çdo fazë të jetës së tij. Një jo vertebror tjetër me gjëmba që jeton në ujë është edhe ylli i detit. Ai lëviz në përfundin e detit. Ventuzat veçanta janë fiksuar në këmbët e tij për t'ia bërë të mundur që të kacavjerët i sigurt. Kjo i lejon atij që të ngjitet ku të dojë.
Edhe pikërisht, fal këtyre ventuzave të vendosura në krahët e tij, ai është në gjendje të kapë planktone edhe të ushqehet me to. Ylli i detit shfrytëzon metodën e presionit të ujit për të lëvizur krahët e tij, një lloj sikurse makinerit ngren peshat e rënda me krahët e tyre. Ylli i detit ka këmbë gypore gjatë gjithë pjesës së brendshme të gjithë krahëve të tij. Këto janë të lidhura me një sistem gypash të brendshëm plot me ujë. Kur muskujt kurrin gypat, trysnia hidraulike që lind e dërgon ujin te këmbët. Në këtë mënyrë, trysnia hidraulike shkakton një val lëvizjeje në këmbë. Fal trysnisë së lëngut brenda krahëve, këmbët lëvizin një përpara, një mbrapa, duke e lejuar në këtë mënyrë yllin e detit të lëvizë ku të dojë. Ky ndërtim i përkryer është një provë e krijimit për besimtarët. Në surën 45, Allahu i madhëruar na shpall neve nevojën për të medituar mbi gjallësat. Edhe në krijimin tuaj, edhe në ato të gjallësave që ai ka përhapur, ka shenja për popullin që ka besim të vërtetë. Butaku Nautilus është një shembull i gjallë i krijimit, provuar dhe nga mbetjet fosile që nuk ka pësuar asnjë ndryshim në 500 milion vitet e fundit, edhe shembull më së i mjaftueshëm për ta goditur rënd teorinë e evolucionit. Krijesa e merr emrin nga nëndesja në romanin e famshëm të Jules Vernit, edhe tërheq interesin e shkencëtarëve me ndërtimin e saj mbreslënës. Nautilusi ka dhomza të veçanta në guaskën e tij. Ka 4 të tilla në një të porsalindur edhe deri në 30 në individët e rritur. Krijesa zë vetëm dhomzën më të jashtme. Veprimi i dhomzave të tjera është por si një ndërtese për të mbajtur edhe për të nxjerrë ajër, për ta lejuar këtë krijesë të zbresë në thellësi të caktuara. Në këtë mënyrë, Nautilusi është i aftë të notoj me lehtësi në thellësi nga 90 deri në 450 metra. Nautilusi ngrihet lart duke i mbushur këto dhomza me ajër edhe zbret poshtë në thellësi duke nxjerrë këtë ajër. Po ku e gjen ai ajrin? Shkencëtarët, duke kërkuar një përgjigje për këtë pyetje, ndeshen në një sistem të mrekullueshëm. Një gaz i veçantë prodhohet në mënyrë biokimike brenda trupit të Nautilusit. Ky gaz ndërron vendet me ujë në përdhomza. Kjo teknikë, të cilën njeriu filloi ta shfrytëzoi me nëndetse në shekullin e 20, është përdorur nga Nautilusi për miliona vjet. Nautilusi përdor edhe një teknikë tjetër interesante: forcën shtytëse të ujit. Ai e nxjerr me forcë ujin që mbledh nën guaskën e tij nëpërmjet një vrime poshtë krahut. Guaska e Nautilusit i bën atij të mundur e vetë maskimin. Në këtë teknikë të njohur si kundërhije, në maskim, kur dikush e vështron atë nga larg, nuk do të jetë në gjendje ta shohë atë për shkak të vijave të trasha në sipërfaqe. Nëse e vështron nga poshtë nga ana tjetër, shikon anën poshtë me ngjyrë të lehtë pikërisht si ngjyrë e sipërfaqes së ujit. Është krejt e pamundur për Nautilusin që të dijë për reaksionin kimik që prodhon gazin edhe po ashtu të njohë strukturën për ta kryer atë reakcion brenda trupit të vet. As Nautilusi, as rastësia e verbër nuk e ndërtuan strukturën aq të ndërlikuar brenda guaskës së saj. Ky ndërtim i pakrahasueshëm dhe i paarritshëm është vepra e Allahut,
që ka krijuar gjithçka që ekziston. Cilësia e tij hynore, si El Bedi, që do të thotë filluesi i krijimit, pa shembull të mëparshëm, shprehet kështu në një varg të Kuranit të lartë. Ai është piknisësi i qiejve edhe i tokës. Sepja, një butak deti, ka një ndërtim shumë të ndërlikuar të syrit. Në këtë pikë, është e pamundur që ai të humbas shprehjen e vet. Sa më mirë të shohin sytë rreth rrotull, aq më shumë duhet të fshihesh. Ajo ka 10 brirë të vegjël, edhe secili prej tyre ka disa disqe muskulare thithëse. Ajo mund të lëviz shpejt apo ngadalë. Ajo lëviz duke nxjerr ujin me forcë nga një sifon poshtë kokës. Me formën e saj hidrodinamike që e lejon të përparojë pa marrë parasysh rreziqet e ujit, sepja është një nga krijesat më të shpejta të detit. Disa lloje janë në gjendje të notojnë me një shpejtësi deri në 33 km/h. E fshehta një shpejtësie të tillë ka të bëjë me një sistem fibrash proteinike të endura përgjatë trupit të saj. Fal forcës së elasticitetit të këtyre fibrave, ajo është në gjendje të pompojë ujë shumë shpejt. Këtu vëmre një pikë shumë të rëndësishme që ka nevojë për një vëmendje të posaçme. Parimi i punës së motorëve me shtytje reaktive është pikë për pikë i njëjtë si ai i sepjes. Një teknikë që njerëzimi, vetëm sa filloi ta imitojë në shekullin e 20, është shfrytzuar nga sepja për miliona vjet. Oktapodi është një gjatar me 8 krah. Ai përdor një mënyrë shumë interesante për ta fshehur veten nga kafshët e tjera, kamuflimin. Qelizat që përdor lëkura e tij automatikisht i përshtaten mjedisit rrethues, edhe ai por si një pasqyrë, pasqyron ngjyrat edhe format e sendeve përreth. Sytë e oktapodit janë shumë të mpret. Ai mund të dallojë ndryshimet rreth rrotullit të tij me shumë efikasitet, edhe në këtë mënyrë ndryshon ngjyrën edhe formën e lëkurës së vet në përshtatje me rrethanat. Lëkura e tij është e mbuluar me qeliza që përmbajnë pigmentet veçanta të njohura si kromatofore. Këto qeliza në lëkurë zgjerohen ose mblidhen kur stimulohen nga sistemi nervor, duke krijuar motive ngjyrash që mund të ndryshohen në çast. Qelizat të ndryshme mbartin pigmente të ndryshme ngjyrash, edhe këto krijojnë mundësinë të formohen kombinime edhe motive të panumërta ngjyrash. Krijesa që gjuhet më shumë nga oktapodi është gaforja. Oktapodi me shumë aftësi e mbron veten nga mashat e fuqishme të gaforës, ndërsa dhëmbët e tij janë aq të fortë sa të thyen guaskën e fortë të saj. Në epërsinë e vetive të tij, ky gjatar, që është i ndërtuar nga muskuj të lëvizshëm, është një krijesë e përkryer, që fshihet në mënyrën më të mirë të mundshme. Është e pamundur për oktapodin që ai ta ketë ndjerë vetë nevojën që të fshihet nga kafshët e tjera, edhe më pas të ketë instaluar qelizat veçanta ngjyrash në lëkurën e vet. Ky sistem i shkëlqyer maskimi që oktapodi zotëron është padyshim një shembull i krijimit të përsosur nga ana e Allahut të gjithfuqishëm. Ky është peshku luan. Pamja e tij agresive nuk ekziston vetëm sa për të trembur. Kafsh me të vërtetë rrezikshme. Fletët e tij në kurriz përmbajnë gjëmba helmues. Këto gjëmba e mbrojnë atë në rast të ndonjë sulmi.
Ai përdor pendët e tij për ta drejtuar prehen e tij në atë drejtim që do, duke e tërhequr në gojën e vet, sapo ta ketë futur në guask. E pamja tërheqëse e peshkut luan ajo shprehën e tij edhe i lejon atij që ta kapë. Qenjet e gjalla jetojnë fal faktit se trupi i tyre është krijuar në përshtatje me shtypjen atmosferike përreth tyre. Ne nuk e kuptojmë një gjë të tillë, por ajri rreth nesh krijon një shtypje ndaj lëkurës son prej 1 kilogram për centimetër katror. Megjithatë, trupi ynë edhe i gjallësave të tjera është krijuar që të jetë në përshtatje me këtë shtypje. Oqeanët janë ndërtuar me substanca edhe më të rënda se ajri. Uji. Le të ndërmarrim atëherë një zhytje për të parë ndikimin e thellësisë në jetën e detit. Ndërsa zhytemi poshtë, trysnia dyfishohet çdo 10 metra thellësi. Kjo shtypje është pesha e ujit mbi ne. Megjithatë, ka krijesa të gjalla që janë përsosmërisht të afta të jetojnë në mjedise të atilla. Këto janë krijesat e detit, që janë krijuar për ta përballuar këtë shtypje. Drita e diellit e dallueshme qartë mund të depërtojë lirshëm në oqean vetëm 100 metra thellë. Gjallësat që janë të afta të zhvillojnë fotosintezën duke shfrytzuar rrezet e diellit gjenden në këto thellësi. Gumat koralore janë pikërisht një zonë e tillë që vlon nga jeta. Fotosinteza bëhet e pamundur pas 150 metrave thellësi. Atje nuk do të gjejmë dot më bim. Megjithatë, do të vërejmë gjallësa që ushqehen me mbeturinat e krijesave që jetojnë në sipërfaqe, si për shembull sfungjerët. Pavarësisht se u ngjajnë bimëve, ato në të vërtetë janë një koloni e organizuar kafshësh. Ndërsa zhytesh 300 metra thellësi, aty do të hasësh një pjerësi jo të njëtrajtshme. Kjo njihet si guaska kontinentale. Ajo shtrihet deri në 250 kilometra nga bregu. Po ta ndjekim atë, do të përfundojmë në një thellësi prej 4 kilometrash. Në thellësi të tilla, temperatura e ujit bie 4 gradë Celsius. Shtypja e ujit arrin deri në 400 herë më tepër se në sipërfaqe. As pak dritë nuk arrin në këto thellësi nga sipërfaqe. Atje është terr i plot. Në shikim të parë, pamja duket si një shkretir pa jetë. Megjithatë, nëse shohim me durim rreth rrotull, fillojnë të duken gjallësa interesante. Jeta ekziston edhe në këtë trysni të lartë. Sistemet jetësore të këtyre peshqve interesant janë projektuar që të qëndrojnë në një shtypje kaq të madhe. Do të ndeshim peshq që do t'i shohim për herë të parë. Këta janë peshq legjendar që asnjëherë nuk janë dukur në sipërfaqe. Ky është një peshk dragua. Është 1 metër i gjatë. Gropzat në nofullën e tij janë të pajisura me një im të veçantë, fal të cilit ai mund të identifikojë prehen e tij edhe ta kapë në errësirë. Fal këtyre syve të jashtëzakonshëm, ai me shumë lehtësi mund të identifikojë vendodhjen e peshqve ndriçues.
edhe peshku dragua vazhdon të jetojë i qetë, disa kilometra thellë nën sipërfaqen e detit. Ky është një peshk granat, është rreth 50 cm. Ai udhton largësi të mëdha në fundin e detit. Qëllimi i tij është të grumbullojë peshq të ngordhur ose mbeturina të ndryshme që fundosen nga sipërfaqja. Kësaj, ai jo vetëm plotson nevojat e veta ushqimore, por edhe mban pastër fundin e oqeanit. Grobza të tilla në nofullën e tij identifikojnë burimin e dridhjeve në ujë, edhe me syrin e tij të madh ai ndjek peshqit e ngordhur që bien në fund të detit. Allahu i madhëruar e ka krijuar peshkun granat të jetojë në thellësinë e 3000 metrave. Në vend që të bredh në fundin e oqeanit, peshku trekëndësh parapëlqen që të presë në një vend. Pendet e kreharorit të këtij peshku kanë masë të gjatë, ndërsa penda e bishtit zgjatet poshtë. Kjo i jep atij një pamje të veçantë që e bën të duket sikur rrimbi 3 këmbë. Ai kalon orë të tëra në këtë pozicion në fund të detit, duke pritur që ndonjë gjë për të ngrënë të kalojë aty pranë. Sytë e vegjël të peshkut trekëndësh janë pothuajse krejt të verbër. Pas koke gjenden 2 antena të mëdha ose ndijues. Kësaj ai kap lëvizjen më të vogël në ujë në mënyrën më të ndjeshme. Ndërtimi i peshkut trekëndësh është vepër e një krijimi të vetëdijshëm. Zoti i plot fuqishëm i ka dhënë kësaj krijese një formë në përputhje me nevojat e saj. Ja tek është një tjetër në thellësi të oqeanit. Oktapodi fluturues, Dumbo. I është vënë ky emër sepse pendet në të 2 anët e kokës së tij u ngjajnë veshëve të elefantit. Ai lundron në thellësi si një elefant fluturues. Megjithatë, ai nuk është as pak më i madh se një top basketbolli. Fal strukturës në formë rjete ndërmjet tentakulave të tij, ai noton pa u munduar fare në ujë. Shikimi i përsosur është thelbësor në këto ujëra të errta për të gjetur ushqim edhe për të shmangur që të mos bie shprehje të tjerëve. Ky problem jetik është zgjedhur tek disa krijesa me anë të taktikës së padukshmërisë. Ky është peshku sëpat. Ai jeton në thellësi 1000 metra edhe është 10 cm i gjatë. Sytë e tij të mëdhenj janë vendosur në mënyrë të tillë që të shohin lart, për arsye se në këto thellësi peshqit mundohen të dëmtojnë peshqit e tjerë që kalojnë sipër tyre. Në të njëjtën kohë, padyshim ata duhet të jenë edhe të padukshëm. Dhe me të vërtetë, truri i tyre është krijuar që të bëjë pikërisht diçka të tillë. Trupi i tyre është i shtypur edhe ngjyra e tyre e argjend u lejon atyre që ta maskojnë trupin e errësirë. Në këtë çast, një peshk që sheh poshtë do ta dallonte lehtë peshkun sëpat, për arsyeën se shumë peshq, falsyve tyre të mëdhenj, mund ta dallojnë lehtë prenën e tyre nga drita që depërton poshtë nga sipërfaqja. Por prapse prap, sistemi i përsosur i maskimit i peshkut sëpat e mbron atë nga ai rrezik. Ky peshk ka në vetvete një mekanizëm të habitshëm mashtrimi kundër rrezikut nga një palë sy që shikojnë lart. Qelizat veçanta që prodhojnë dritë edhe që njihen si fotofor janë të vendosura në stomakun e tij. Kjo është një dritë biologjike, me fjalë të tjera, bioluminishente. Kjo dritë prodhohet si rezultat i një reaksioni kimik që shkaktohet nga ndërveprimi i lëndëve të ndryshme kimike. Qelizat në stomakun e peshkut sëpat imitojnë ngjyrën e dritës që depërton poshtë nga sipërfaqja dhe lëshojnë dritë pikërisht në atë ngjyrë. Ky maskim i zgjuar ndihmon që t'i bëj këta peshq të padukshëm nga poshtë, kështu që është e vështirë që grabitqarët t'i pikasin ata. Është e qartë se ky sistem i habitshëm mbrojtës është produkt i një inteligjence shumë të lartë. Peshku sëpat nuk mund të jetë i ndërgjegjshëm se si duket nga poshtë. Ai nuk e di se si prodhohet drita.
A është e mundur për një sistem të tillë ndjeshmëria të ketë ardhur rastësisht në trupin e peshkut? Peshku së pat është vetëm një nga shembujt e panumur të artit krijues të Zotit. Në një varg në Kur'an, Allahu i lartësuar shpall se ai ka sundim të plot mbi çdo gjë të gjallë, në çdo kënd të botës. Ai di për gjithçka që ekziston në tokë dhe në det. Nuk ka as edhe një gjethe që bie e ai të mos ketë dieni për të. Nuk ka as edhe një grimc në errësirën e tokës, asgjë të njom dhe të thatë që të mos jetë shënuar në një libër të qartë. Ky peshk që jeton në thellësinë e 4000 metrave është peshku hënës. Ai përdor për të gjuajtur një mënyrë të njëjtë me atë të peshkatarëve, duke përdorur purteka me ngjyra të ndritshme për të tërhequr peshqit. Një purtek që prodhon dritë zgjatet menjëherë mbi kokën e tij. Kjo dritë është tepër tërheqëse, për shembull, për sepjen e cila mendon se mund të jetë në një peshk i vogël. Teknika e gjuetise përdorur nga peshku hënës është prodhimi i një inteligjence tepër të lartë. Nuk është e mundur për peshkun që të prodhojë dritë në qelizat e tij dhe ta përdorë më pas atë si të dojë. Ky sistem është vepër e Allahut të plot fuqishëm, krijuesit të tij. Me qëllim që të gjuajë në këto thellësi edhe në ujëra ku nuk arrin drita, peshqit janë pajisur dhe me mistere të tjera, një nga cilët do ta shihni për herë të parë. Disa peshq kanë edhe drita në kokë që ndriçojnë zonën përpara tyre, siç mund të shihen tek peshku Malacosteid. Kjo nuk është as pak një dritë e zakonshme, por një dritë me një qëllim tepër të veçantë. Drita është e kuqe, por peshqit e tjerë nuk e perceptojnë dot këtë ngjyrë të kuqe. Në këtë mënyrë, kjo pajisje i siguron këtij peshku shikim natën, por edhe pa u parë nga të tjerët. Drita biologjike përdoret si për qëllime mbrojtëse, ashtu dhe sulmuese, pikërisht siç ndodh në mënyrën e vetmbrojtjes së këtij karkaleci deti. Kur karkaleci ndjen rrezikun edhe grabitçari i tij vihet në veprim, ai lëshon mbi fytyrën e sulmuesit lëng kimike, duke ndriçuar fort ujin përreth. Në errësirën e tejskajshme të oqeanit të thellë, kjo dritë e verbon grabitçarin edhe i lejon mjaft kohë karkalecit për të shpëtuar. Mënyra se si karkaleci vën në veprim një taktik të tillë mbrojtëse na sjell tek e vërteta e krijimit. Karkaleci i detit nuk mund të di as cilat kimikate duhet përdor, as si ti përdor, as nuk mund të ketë saktësinë e domosdoshme për ta vonuar reaksionin kimik derisa të ndjejë ndonjë rrezik. Allahu i plot fuqishëm, i urti, i gjithdituri, ka krijuar karkalecin edhe sistemin e tij mbrojtës. Ky ostrakod nuk është më i madh se sa një fasule. Megjithatë, përderisa ishte i pajisur me një nga shqisat më të mprehta të parit, ndër gjithë peshqit e errësirës, ai përfaqëson një rrezik të madh. Gjahu i tij i preferuar është një lloj planktoni i njohur me emrin kopipod. Kopipodët prodhojnë dritë me qëllim që të komunikojnë me njëri tjetrin. Ostrakodi u afrohet atyre duke ndjekur këtë emetim drite, ndërkohë që ata fiken dhe ndizën. Megjithatë, edhe kopipodi ka teknikën e vet mbrojtëse. Kur i afrohet rreziku, ai lëshon re drite si grack ndaj grabitçarëve. Ostrakodi i hutuar fillon të ndjek burimet e tjera të dritës, ndërkohë që kopipodi largohet në errësirë. Prodhimi i dritës është arma më e rëndësishme e këtyre krijesave. Ato përdorin dritën për qëllime sulmi dhe mbrojtjeje.
Ky sistem duket qartë se vjen si rrjedhimi një vargu reaksionesh kimike. E megjithatë, një sistem i tillë nuk mund të shpjegohet as me rastësinë, edhe as me diturinë apo vullnetin e lirë të kësaj krijese. Është Zoti i plot fuqishëm që në mënyrë të pagabueshme u jep formë këtyre krijesave dritë prodhuese në këtë mjedis. Thellësitë e oqeaneve janë si një botë prallore. Miliona gjallësa uji, me të gjitha format e tyre aq të larmishme, jetojnë në oqeane. Këto krijesa në thellësitë e oqeaneve kishin mbetur të fshehta për mijëra vjet, por ato kanë domethënie të madhe për njerëzit në ditët e sotme, të cilët janë në gjendje t'i vëzhgojnë. Kjo larmi e gjerë është një burim prej nga njerëzimi. Mund të shikoj edhe një herë dhe të kuptoj se Allahu i plot fuqishëm, që i ka krijuar ato, zotëron një fuqi edhe dije të pakufishme. Lavdi qoftë atij që krijoi në çifte të gjitha llojet, prej asaj që prodhon toka, prej vetë atyre edhe prej asaj që ata nuk e dinë.